Në vendin tonë gjatë orëve të fundit është rikthyer moti i keq me rreshje të dendura shiu. Si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, rrugët e Lezhës janë mbuluar nga ujë. Sipas informacioneve të sigurta, paraqitet problematike veçanërisht në bllokun 11 Janari dhe në lagjen Beslidhja. Sipas banorëve të zonës, niveli i ujit ka arritur deri në 80 cm në shkallat e para të pallateve, duke krijuar vështirësi serioze në lëvizje dhe duke rrezikuar futjen e ujit në banesa. Si pasojë, qarkullimi i këmbësorëve dhe është bërë tepër i vështirë. Në terren kanë ndërhyrë ekipet e drejtorisë së shërbimeve, të cilat po punojnë për mbajtjen hapur të pusetave dhe për largimin e ujrave me qëllim parandalimin dhe përgërsimin e mëtejshëm të situatës. Ndërkohë, Instituti i Gjeoshkencës njofton se do të ketë rreshje me intensitet të lartë, kryesisht në veri dhe në jug të vendit. Në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël, malor dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Rreshjet do të sillin rritje të prurjeve në lumenjtë e mëdhenj dhe të mesëm, Shkumbin, Seman dhe Vjos. Pritjen rreshje intensive deri lokalisht shumë intensive në qarqet Vlorë dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan pritjen rreshje intensive. Në qarqet e tjera pritjen rreshje mesatare deri lokalisht intensive. Rreshjet në të gjitha qarqet pritet të shoqërohen me shtrëngata. Në veri dhe lindje në lartësinë mbi 1 metër nga niveli i detit, rreshjet do të jenë në formë dëbore.